إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I lavdëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala, atë lavdërojmë, falenderojmë, atij jemi mirënjohës për gjithçka që na ka dhuruar për mirësive dhe mbi të gjitha mirësinë e besimit, mirësinë e ndjekjes së rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atij kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë dhe jemi të bindur se atë që Allahu xhaleshanu e udhëzon, ai është i udhëzuari. Dhe ecën i qartë në jetën e kësaj dynjaje. I qartë për qëllimin e jetës, i qartë për shkakun pse Zoti e ka krijuar, pra që ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala si një të vetëm, i qartë në çdo hap që hedh në jetën e tij, edhe nëse gabon kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, sepse di që çdo largim nga rruga e drejtë, sa më vonë të bëhet kthimi, aq më vështirë është të kthehesh në të. Prandaj kërkojmë Allahu subhanahu wa taala udhëzimin në rrugën e drejtë, pendim të sinqertë dhe të shpejtë sa herë gabojmë dhe të mos na privojë nga drita e tij. Padyshim që në jetën e kësaj dynjaje sprovat janë të shumta vëllezërit e mi. Sprovat në të cilat i duhet njeriu të kalojë në to janë të shumëllojshme, të larmishme dhe shpeshherë bëhet e vështirë nëse njeriu nuk ka furnizim të mjaftueshëm. Nuk ka forcë të mjaftueshme brenda tij, brenda zemrës së tij. Forcë e cila vjen përmes adhurimeve që ky ja dedikon Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezërit e mi, kujdes shumë në lidhjen që kemi me Allahun subhanahu wa taala. Të jemi të kujdesshëm në adhurimet që përkushtojmë atij, të jemi të vazhdueshëm në to. Në hutbën e shkuar folëm rreth hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam që e solli sahabiu i nderuar Iyad ibn Himar radhiyallahu an sahabi al-jalil, i cili rëfen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë mbajti një hutbë të veçantë dhe tha ndër të tjera në të: Allahu i madhëruar dhe i lartësuar më urdhëroi që t'ju mësoj atë që nuk e dinit, prej asaj që ai më mësoi sot. Pra e tha profeti sallallahu alaihi wasallam në hapjet e kësaj hutbeje. Dhe në fakt foli gjerë në këtë hutbe, shumë gjerë dhe gjatë. Por ndër të tjera, ne shkëputëm nga kjo hutbe pikërisht për shkrimin që i bëri profeti sallallahu alaihi wasallam banorëve të xhenetit dhe banorëve të zjarrit. Pra na tregoi në këtë hutbe 3 cilësi të banorëve të xhenetit, pra në jetën e kësaj dynjaje, dhe 5 cilësi nga banorët e zjarrit, që shfaqen në jetën e kësaj dynjaje. Që njeriu ta identifikojë veten e tij, ta shohë veten e tij. A ka cilësi për banorëve të xhenetit apo Zoti na ruajt për banorëve të zjarrit? Dhe të arrijë veten e tij ta kap sa nuk është vonë. Folëm dhe tham që cilësitë e banorëve të xhenetit ishin 3 kryesore që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ato ishin pra 3 kategori për banorëve të xhenetit. Së pari një sundimtar i drejtë, bujar dhe muafaq, si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, pra i ndihmuar nga Zoti. Dhe e tham dhe shtjelluan cilat ishin cilësitë e këtij njeriu të rrallë në jetën e kësaj dynjaje, udhëheqës në dynja, sundimtar, por i drejtë, që beson Allahun subhanahu wa taala dhe gjykon me drejtësi. Së dyti, përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam një njeri i butë që ka zemër të mëshirshme ndaj çdo të afërmi, por edhe çdo muslimani. Dhe së treti përmendi njeriu i ndershëm, të varfër, el afif el mutaaffif, siç e shpjeguam herën e shkuar, pra edhe pse është i varfër dhe dhu iyal, pra ka familje dhe njerëz për cilët duhet kujdeset, ky njeri nuk heq dorë nga parimet e tij, nuk heq dorë nga besimi, nuk e përul kokën vetëse para Allahut subhanahu wa taala. Dhe tham ky njeri është vërtet i varfër dhe punon dhe kënaqen me atë që ka dhuruar Allahu xhaleshanu, po kur nuk e ul kokën. Edhe pse ka njerëz nën vete, pa që kujdeset për ta, tham që kujdeset për ta me përkushtim, ashtu si i takon një besimtarit të mirë.
Sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim në pjesën e dytë të përshkrimit që u bëri profeti sallallahu alaihi wasallam njerëzve dhe pikërisht për njerëzit që janë banorë të zjarrit. Çfarë përshkrimi u bëri profeti sallallahu alaihi wasallam? Cilat janë tiparet kryesore dalluese të këtyre njerëzve në jetën e kësaj dhunjaje? Elusi Allahu subhanahu wa taala të na mëshirojë dhe të na përmirësojë. Pa humbur kohë, po I numëroj të pesta dhe fillojmë dhe shpjegojmë sa të arrijmë në këtë hutbë. Ndërsa banorët e zjarrit, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, janë pesë kategori do thotë. Së pari, njeriu I dobët që nuk ka as karakter as parime. Njeriu I dobët që s'ka as karakter as parime. Ata që janë mes jusht pasues, pra janë të varur ndaj njerëzve të tjerë, që as nuk synojnë të krijojnë familje dhe as nuk përpiqen të fitojnë pasuri halal. Ky ishte përshkrimi I parë, do të vijë shtjelluar në këtë hutbë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Së dyti I përmendi tradhëtari, të cilit nuk I shpëton asnjë mundësi për të marrë diçka për vete, sado e vogël qoftë. Sa herë që I lind rasti, ai tradhton. Së treti, njeriu që mëngjes e mbrëmje merret me mashtrime, që nuk pushon së drejturi dhe së planifikuari kundër njerëzve për të arritur qëllimet e veta. Ai përpiqet të të mashtrojë në familjen tënde dhe në pasurinë tënde. Së katërti, përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam kopracin ose sipas një transmetimi gënjeshtarin. Dhe së pesti, njeriu I vrazhd dhe fyes, që është I paskrupullt në fjalë dhe në sjellje, I ashpër dhe I pacip. Këto janë 5 përshkrime që na I dha profeti sallallahu alaihi wasallam. 5 kategori nga banorët e zjarrit. Nëse ti shikosh në jetën e kësaj dhunjaje, ky është përshkrimi I tyre. Allahu musta'an. Elusi Allahu na përmirësojë dhe të na rregullojë. Domethënë këto janë disa prej cilësive përfaqësuese të themi që të çojnë në zjarrin e xhehenem. Jo domosdoshmërisht vetëm 5 veta, janë 5 grupe njerëzish. Dhe do ta shikoni sa të gjera janë, subhanallahu. Mbas çdo ditë do përballemi me ta, përplasemi me ta. Zoti na ruaj ndonjëherë mund edhe vetë ti kemi ato. Po prandaj është jeta e kësaj dhunjaje, është sprovë për të gjithë. Luma I që pendohet dhe kthehet tek Allahu xhaleshan. Gjen forcën, pendohet tek Zoti dhe ta jetoj këtë jetë ashtu si do Allahu subhanahu wa taala. Lume ai. Elusi Allahu na udhëzoj në fen ton. Fillojmë me njeriu ose llojin e parë të këtyre të përshkruarve nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ad-da'if alladhi la zabra lah." Është njeriu I dobët që nuk ka karakter dhe as parime. Njeriu I dobët që s'ka fuqi, as mbështetje, I cili ndjek të tjerët verbërisht. Janë ata që ndodhen mes jush si pasues pa personalitet, që nuk synojnë as nder, as pasuri. Nuk kanë qëllim të qartë, nuk kërkojnë as familje, as pasuri halal, por jetojnë në përgjumje shpirtërore, thonë. Dhe ata thjesht ndjekin turmën, shumica. Turmë njerëzve, as i lloj parimi nuk kanë. Ngrysen dhe gdhihen dhe s'kan as i lloj qëllimi në jetën e tyre. Sepse si mund të ketë qëllim nëse s'është I qartë? Nuk e kuptojnë se pse ka krijuar Allahu xhaleshan. Në këtë kontekst, la zabra leh, fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë, dëgjoni me vëmendje. Nuk ka as arsye që ta ndalojë nga e keqja dhe as vendosmëri që ta mbajë larg prej të keqes. Menjëherë bie në të. Ky është përshkrimi I përgjithshëm, vijnë shtjellimet më poshtë. Ktu nuk nënkuptohet kur thot profeti ad-da'if, I dobët. Jo I dobët fizikisht, apo I varfri, I dobët financiarisht, por ai që është I dobët në mendje, në karakter dhe në parime, që s'ka qëndrim, që I përkushtohet çdo lloj rryme, që nuk mendon me urtësi, por dhe nuk arrin të gjejë forcë të frenohet nga gjunafet. Është njeri I momentit. Ku është interesi shkon? Ku e gjen se përmbushen ato që ai synon? Nga dëshirat e kësaj dynjaje, ju shkon pas. Pa u menduar 2 herë. Pra është njeriu pa busull, që nuk e përdor arsyeën për të dalluar të drejtën nga e kota. Një njeri, si thot profeti la zabra leh, është I hapur ndaj çdo fitneje dhe tundimi, ndaj çdo ndikimi
të keqes. Është i hapur. Dietarët kanë thënë, nuk është e turpshme të jesh i varfër, por turp është që të jesh pa mend dhe të mos kesh frikë Zotit. Mos e mendosh fare frikën dhe madhështinë e Allahut xhaleshanu. Zjarri është streh për ata që nuk reflektojnë. Intelekti dhe ndërgjegja janë dhurata që na ka dhënë Allahu xhaleshanu. I ka dhënë brenda shpirtrave tanë. Na ka zbritur dhe shpallje, dërguar profet. Ata libra që ka sjell Zoti për të udhëzuar njerëzimin nuk janë në këtë dynja kot. I ka sjell që të hapësh syt, të caktosh vetes një qëllim, ta qartësosh pse jeton, kush është qëllimi, cila është rruga që do të ndjekësh dhe destinacioni. Nëse je i varfër, i paditur rreth këtyre çështjeve, vallahi do të jesh si shumica. Nuk i shpëton dot. Kjo është natyra e kësaj jete. Do t'i përmbushësh se s'bën dëshirat e tua, kështu është dhe njeriu. Do t'i përmbush epshet e dëshirat e tij me çdo lloj kushti, nëse nuk ka një kriter, një busull që ta drejtojë. Sot shembujt e atyre që tha profeti la zebrale, që nuk kanë arsye as kriter dhe parim, shihen kudo vëllezërit e mi. Dëgjoni me vëmendje disa shembuj. Djemë të rinj e haxhojnë jetën pas kocirave dhe rjetëve sociale, duke imituar modelet boshe të famës dhe luksit. E matin veten me followers, me ndjekës, sa ndjekës ke. Me makinat e marra me qera, me videot e shturur dhe me muzikat me zë të lartë, që nxisin thjesht rebelim, epsh, pa kënaqësi ndaj Zotit, dhe asnjë lloj qëllimi në jetë. Muzikë dhe këngë që thjesht janë pa kuptim, edhe ndoshta me kuptimet që thjesht lëshou, pa frerë. Janë ata që shohin jetën si garë për dukje, por jo për vlera vëllezërit e mi. Jo për vlera që të kënaqin Zotin xhaleshano. E si të kenë vlera ata që s'kan asnjë lloj qëllimi kësaj natyre, që të lartësohen tek Zoti xhaleshano. Jetojnë pa qëllim, pa ideal, pa ndjesinë e përgjegjësisë para Allahut subhanahu wa taala dhe ditën e gjykimit. Pra as nuk e besojnë ditën e Allahut subhanahu e takimit me Allahun xhaleshano. I sheh të ngrysur nëpër lokale, natë, duke mbushur boshllakun me muzikë të zhurmshme, me shoqëri që i shtryn det shfrenimit dhe shkatrimit, prishjes. Janë ata që flasin për liri, por në fakt janë robër të epshit. Jemi të lirë. Vallahi, të lirët e sorratit tuaj, sepse robi i epsheve të tua do të fusë Allahu me fytyrën në zjarrin e xhehenemit. Nëse nuk pendohesh dhe nuk mendohesh shpejt. Nëse nuk kthehesh, do të sulmoj vdekja, momentin që s'të vjen mendja fare. As nuk e ke idenë se do të vijë. Nëse nuk kthehesh dhe nuk mendohesh. Jetojmë për të dukur, jo për të qenë. Domethënë, në rrugën e drejtë. Jetojmë për të ndjekur të tjerët dhe jo për të udhëhequr të tjerët. Për të pëlqyer nga njerëzit, jo për të pëlqyer nga Zoti xhaleshano. Po kështu shikojmë vajzat mendje pakta. Harbojnë pas ëndrave boshe, influencerëve, që matin bukurinë me filtra, nderin me pëlqime, që flijojnë modestin për disa sekonda vëmendjeje, e ndjenjën e dinjitetit për një foto që i bën virale. Disa ndorojnë pasarela, të tjerat martesat me pasuri, të tjerat zhveshjen nga çdo vlerë që jep njeriu të fisnikëri. Flasin për vetvlerësim, por e matin me pasqyrën. Flasin për liri, por e përkufizojnë me zhveshje nga çdo lloj morali. Janë bijat e kohës së arresës së vëllezërit e mi, që nuk jetojnë thjesht vetëm për të dukur, për të shfrytzuar nga të tjerët, si plaçk. Allahu musta'an. Nuk është kjo femra dhe vajza që do të krijojë shoqëri nesër. Nuk është kjo ajo që do të jetë nëna nesër dhe do të edukojë fëmijët. Ku po shkojnë? Nëse ky është realiteti i vëllezërit e mi, ja këta janë shumica. Këta janë kopeja që jetojnë vetëm për të shfrytzuar. Asnjë lloj kriteri, asnjë lloj qëllimi në jetën e tyre. U mungon frika Allahu xhaleshano. U mungon qëllimi në jetën e tyre, vallahi do të jenë lëndë djegëse e zjarrit të xhehenemit, nëse nuk pendohen, nuk kthehen tek Allahu xhaleshano. Këta janë pasuesit e epokës së zbraztisë o vëllezërit e mi. Bosh. Nuk kanë ideal, as busull, pa forcë për t'i thënë jo tundimit, që ndjekin çfarëdo që çdo lloj vegimi që ju del përpara, mjafton të përmbush epshet dhe dëshirat e tyre. Ecën në errësirë dhe mendojnë se janë në dritë dhe janë në qendër të vëmendjes, por vallahi janë duke shkuar drejt zjarrit, nëse nuk pendohen dhe nuk kthehen. Këta janë shembulli i njeriu të dobët, që tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ad-da'if la zabra leh." I dobëti që s'ka as parime
dhe as logjik që ta ndalojë pra nga rruga ku është zhytur. Kur mendja nuk mendon, zemra nuk frenohet nga frika nga Zoti subhanahu wa taala, njeriu bëhet pre e çdo lloj mode, çdo lloj rruge, çdo lloj parimi që i del rrugës. Ja ky është la zebrale. Dëgjoni vijimin e shpjegimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot alladhina hum fikum tabaun. Ata që janë thjesht ndjekës në mesin tuaj. Pra nuk janë lider, nuk janë udhëheqës. Nuk janë ata që ecin me parimin e tyre dhe të bëhen shembull për të tjerë. Jo, janë ndjekës të tjerë. Kopej që shkon nga mbrapa, atij që i del dhe e thërret. Pra janë ndjekës në mesin tuaj. Janë si vartës. Dëgjoj me kujdes. Këtu profeti sallallahu alaihi wasallam përshkruan disa njerëz që janë të pavetëdijshëm dhe pa parim. Gjithmonë ndjekin të tjerët pa pyetur nëse ajo që bëjnë është e drejtë apo e ndaluar. Disa dietarë thonë se nënkuptohen shërbëtorët e padrejtësisë. Njerëzit që përfitojnë nga dyshimet dhe haramet. Ata që janë të kënaqur me haramin sepse është më lehtë se sa të kërkojnë halallin. Pra janë ata që jetojnë me kompromise morale që thonë ç'ë rëndësi ka, të gjithë e bëjnë. Ky refren, ç'ë rëndësi ka, kështu është jeta. Kështu është ndërtuar dynjaja, të gjithë e bëjnë. Ja këta janë tufa. E këtyre njerëzve që tha profeti sallallahu alajhi wasallam, alladhina hum fikum tabaun. Ata që mes jush janë thjesht pasues, ndjekës. Janë ata që vërtiten rreth prizve të padrejtë dhe u shërbejnë atyre për interesat e tyre. Pa pyetur për halallin dhe haramin. E hanë dhe e veshin pa kujdes nëse burimi është i ligjshëm apo jo. As mendojnë fare për këtë çështje. Ibn Hajar al-Asqalani thot, al-Qadi. Ata janë ndjekësit e shtypësve që nuk kanë as parim as turp. Pra ndjekësit, pasuesit, mbështetësit e kujt? E shtypësve. Që nuk kanë as parim as turp, as frikë nga Allahu subhanahu wa taala. Ndjekin çdo lloj pushteti dhe pushtetari thjesht për përfitim. Të përfitojnë për veten e tyre. Sot këta ndjekës pa busull i sheh në çdo sferë të jetës o vëllezërit e mi. Tek ai që ndjek çdo modë që vjen nga zhvillimi, nga moderniteti, pa ditur çfarë përfaqëson, tek ai që imiton stilet e aktorëve, reperëve apo sportistëve pa menduar se ç'vlera përçon, tek ai që voton për interesa vetjake, i bindur jo nga parimi por nga përfitimi. Janë ata që i shërbejnë padrejtësisë duke heshtur për të mbrojtur vendin e punës apo privilegjin e përkohshëm, që shesin fjalën për një shpërblim të vogël dhe ndërgjegjen për një favor kalimtar. I sheh duke justifikuar çdo padrejtësi vetëm se u vjen urdhri nga lart, siç thonë. Këtë gati të rënojnë punën, nderin apo jetën e njerëzve të pafajshëm, vetëm për të zbatuar udhëzimet e shefit apo për të ruajtur një postë të përkohshëm. Janë ata që për një rrogë apo për një premtim bëhen vegla të shtypjes, që ndjekin verbërisht çdo urdhër pa pyetur nëse është i drejtë apo i padrejtë. I bien në qafë kujt apo jo. Madje ndoshta shpeshherë edhe ligjet i formojnë të tilla, që të kenë mundësi të abuzojnë, të kenë mundësi të vjedhin dhe të rënojnë njerëzit, dhe të marrin rishfet apo të marrin pasuri pa të drejtë. Në sy të njerëzve mund të duken të zellshëm, zbatojnë ligjin me demek, por në syrin e Zotit janë bashkëfajtor në padrejtësi. Ata janë si ata për cilët Allahu ka thënë subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Dhe mos u bëni si ata që anuan tek zullumqtarët, dhe t'ju prek zjarri i xhehenemit. Atëherë kur bëhet fjalë për ata që janë në mes të padrejtësisë, jo që anojnë te padrejtësia, po janë në mes të padrejtësisë dhe pasues dhe zbatues së saj, do t'i prek zjarri i xhehenemit. Ç'ke me ta? Nëse nuk pendohen tek Allahu xhaleshanu. Këta janë ndjekësit e verbër të çdo pushteti që siguron interesin e vet, njerëzit që nuk e matin të drejtën me Kur'anin, po me urdhrin e të madhit, e shefit. Nuk i friksohen Allahut, por friksohen të mbasin vendin e punës, prestigjin. Dhe kështu bëhen pjesë e një sistemi që ushqen padrejtësinë me duart e tyre. Derisa të humbasin edhe vet ndjenjën e drejtësisë dhe turpit. E humbasin pastaj bëhen ndjekës, madje bëhen udhëheqës në të Zotin na ruajt, në padrejtësi. Në mesin e tyre gjithashtu gjenden edhe ata që bëjnë haramin në mënyrë jetese. Përfitojnë nga mashtrimi, korrupsioni, rishfeti, punojnë në ndërtim pa halal, në tregti me mashtrim, në media me shpifje, në rrjete sociale me shturje. E megjithatë thonë, kështu është koha. Janë ata që ndjekin çdo prirje, çdo trend, çdo ndikues në shoqëri pa menduar se çfarë po ndjekin dhe ku po i çon ai rrugë. E po kështu shumë gra e vajza që janë bërë pasuese të verbra të kulturës së zbrazët, ndjekin modën që zhvesh nga turpi, këngët që ngjisin epshin, filmat që shkatrojnë familjen, rrjetet që kthejnë çdo shpirt në mall për shitje,
i sheh duke përqafuar çdo ide që u vjen në emër të zhvillimit, famës dhe shfaqjes ndër njerëz. Edhe nëse ajo bie ndesh me urdhrin e Allahut dhe dinjitetin e tyre, e shkatron dhe e rënon poshtë. Të gjithë këta, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, alladhina hum fikum tabaun. Ata janë ndjekës pa vetdije, pasues të rrjedhës, të rrymës, jetojnë pa mendim, pa parim dhe pa frikë nga Zoti. Ndjekin shumicën jo sepse ajo ka të drejtë, por sepse është më e thjeshtë, u shkon më përmbar dëshirave dhe shvenimit të tyre. Dhe kur ndjekja bëhet zakon dhe mendimi shuhet, njeriu e humbet personalitetin edhe nderin bashkë me të. Përshkrimi i radhës i profetit sallallahu alaihi wasallam. La yabghuna ahlan wala malan. Subhanallah. Dhe kjo në fakt është prodhim i filozofive të sotme. Po edukohen njerëzit që në kohë përshtatshme, që në fillimet e jetës së tyre, derisa mbarojnë studimet e tyre, edukohen me këtë prirje. Prirje që thjesht jeta duhet të jetuar dhe duhet të shijosh gjithçka në të. Nuk ka kufi. Qëllimi i jetës është ta shijosh me të gjitha, domethënë anët dhe horizontet e saj, me gjithë kënaqësitë e saj. Ky është filozofia, nuk ka as Zot, as një rregull, as një tjetër përjetësi që duhet kujdesesh për të, dhe as një Zot që duhet ta adhuruar ti nënshtrohesh, ti je mirënjohës ndaj tij, nuk ekzistojnë të tilla kufizime. Ja kjo është filozofia që ka ndërtuar tashmë. Dëgjoni këtë përshkrim i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. La yabghuna ahlan, që nuk kërkojnë as familje për të ruajtur nderin, wala malan, dhe as përpiqen të fitojnë pasuri halal. Pasunojnë gjithmonë pasurinë e thjeshtë, haramin. Ata që përmbush dëshirën e momentit, jo një pasuri të cilën kërkojnë që të ketë begatinët, të ketë bereqet, bekim nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk kujdesen për të dy aspekte. Njeriu që s'kujdeset për familjen e tij, për nderin e tij, nuk kujdeset për ushqimin që e fut brenda trupit të tij, ai domethënë si thon dietarët, çdo mish i ndërtuar me këtë lloj pasurie që e ke ngrënë, zjarri është më parësor për të. Zjarri i xhehenemit do ta hajë atë mish, do ta hajë atë trup. Ky është përshkrimi i profetit sallallahu alajhi wasallam. Qëndrojmë pak në këtë dhe shpjegojmë. Këtu tregohet për një kategori që nuk ka interes për zgjidhje halal. Martesa, si martesa për shembull, por kërkon rrugë të ndaluara për kënaqësi. La yabghun, në këtë hadith pra, ata nuk duan, nuk e kërkojnë, nuk përpiqen, nuk interesohen fare për të çështje. Nuk kërkojnë ehlen. Në këtë kontekst do thotë grua dhe bashkëshorte. Pra, nuk synojnë as pak të krijojnë familje. E kanë fshirë nga lista e atyre gjërave që duhet bëjnë, sepse dëshirat i plotësojnë me harame. Nuk i shqetëson plotësimi i dëshirës me haram. Prandaj dhe nuk kërkojnë që të ndërtojnë familje, dhe shejtani mallkuar i ndihmon përmes kërcënimeve dhe frikrave të shumta që nxit në shpirtin e tyre. Ata nuk duan të lodhen me përgjegjësinë e një jete halal, as me familje, as me përkushtim, përkundrazi ndjekin rrugë të shturura për kënaqur efshin e tyre. Në vend që të kërkojnë halalin, martesën, përmbajtjen, pastërtinë, lirësinë, zgjedhin haramin, dhe kjo i çon padyshim në humbje, vështirë se mund të kthehen vetëm me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo shpjegon pse profeti sallallahu alaihi wasallam tha: kush ka mundësi të martohet, o grupi i të rinjve. Kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Sepse ajo është mbrojtje për syrin dhe ruajtje për nderin. Buhariu dhe Muslimi. Dhe as pasuri, nuk kërkojnë halalin. Nuk duan të lodhen për fitimin halal, nuk e kërkojnë pasurinë për ndihmuar veten, familjen apo të tjerët, por jetojnë me plogështi dhe varësi. Pa përgjegjësi ndaj jetës dhe pa nder në punë. Ata janë të dobët në vendim, nuk kanë qëllim, nuk kanë motiv për ndonjë vlerë materiale apo shpirtërore, as për moral, as për dije, as për punë. Allahu musta'an. Tuf, të gjithë ecin pas njëri tjetrit, me një sistem domethënë edukimi që ka arritur fundin në pavlerëshmërinë e tij dhe kotësinë e tij. Formohen të gjithë në të formë dhe ecin tufa, njëra pas tjetrit. Dhe shfrytëzohen në këtë dynja dhe jetojnë këtë dynja me padrejtësi. Nuk përpiqen as për dobi materiale, as për virtyt moral, as për vlerë fetare. Pra njerëz pa drejtim, të shpërndarë në çdo aspekt të jetës, as nuk ndërtojnë dynjan, as nuk përpiqen për ahiretin, as nuk kujdesen për shpirtin. Ja portreti i përmbledhur tashmë në fund të kësaj pjese të hutbes. Këta janë njerëz jetojnë si pasues të verbër, pa vetdije dhe pa mendim të pavarur. Nuk janë të pavarur mendimin e tyre. Janë si turma që ndjek çdo kënd që ka fuqi apo kanë interes ta ndjekin. Nuk e dallojnë halalin nga harami, nuk u intereson nëse fitimi është i drejtë apo i padrejtë. Janë njerëz që kanë vdekur shpirtërisht para se të vdesin fizikisht. Sepse nuk përdorin as dhuntin më të madhe që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, arsyen, logjikën, natyrën e pastër,
aq më pak shpalljet e Allahut xhaleshano. Dhe librat që ka zbritur Zoti për të udhëzuar njerëzit. Për këtë arsye e meritojnë zjarrin, sepse nuk përdorin atë që Allahu subhanahu wa taala udhuroi. Mendjen dhe logjikën, arsyetimin, por ndoqën pasionet e tyre pa fre, që në fakt Allahu xhaleshano zbriti shpalljet për të ndaluar dhe disiplinuar. Ky është thelbi, mendja është amanet, kush e fik e humb mirëzillakun, e humb qëllimin, po e fik e mendjen, arsyen. Imam Nevawiu shpjegon dhe thot, ata janë njerëz që jetojnë pa qëllim, që nuk kërkojnë as halalin dhe as kujdesen që të ruhen nga harami, por sillen pas epsheve e prandaj janë më afër shtazëve sesa njerëzve. Kjo tregon se këtu nuk flitet për dobësi fizike dhe as për dobësi dhe mangësi financiare, por bëhet fjalë për mungesë arsyetimi, logjike, të menduarit me kujdes, bëhet fjalë për mos respekt ndaj vetes. Njeriu nuk e respekton veten, po e lëshon dhe shkon pas gjithëve, thjesht për të përmbushur, për të ngrënë vaktin dhe për të përmbushur dëshirën e momentit. Këta vëllezërit e mi ishin, ose themi i pari që përmendi profeti sallallahu alajhi wasallam, se janë dhe 4 të tjerë. E këta do të jenë pjesë e hutbeve të tjera me lejen e Allahut subhanahu wa taala, e nus Allahu azza wa jall të na ruaj o vëllezërit e mi, të ruaj pasardhësit tanë. Nus Allahu të na hap zemrën, nus Allahu na udhëzoj, na bëj që të kthehemi në librin e tij, ta lexojmë Kur'anin, të lexojmë dhe të kuptojmë qëllimin e jetës. Vallahi domethënë do të vuajmë nëse nuk kujdesemi për fëmijët tanë. Nus Allahu të udhëzoj pasardhësit tanë. Nus Allahu të shpëtojë në këtë vorbull të madh që po jetojnë. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Cilat janë shkaqet të vëllezërit e mi e prirjes drejt haramit dhe shpërfilljes së halalit. Këta njerëz që nuk kërkojnë as familje, dhe as pasuri halal, janë fryti një sëmundje të përhapur në zemra. Sëmundja e rahatisë pa përgjegjësi. Ata nuk duan të mbajnë barën e familjes, të përkushtimit, durimit dhe sakrificës, që kërkon martesa, por duan kënaqësi pa obligim, kënaqësi të momentit, që nuk ka prapambetje, nuk ka përgjegjësira më pas. Shkaqet janë të shumta vëllezërit e mi. Së pari, dobësia e imanit dhe mungesa e frikës nga Allahu subhanahu wa taala. Zemra që nuk ushqehet me dritën e imanit e shndërron epshin në Zot, e adhuron epshin. Dhe dëshirat që ka, synimet i shikon si udhëheqësin e vetëm. Se nuk ka frikë në zemrat e tyre, nuk ka frikë nga madhështia e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka frikë xhehenemin, zjarrin e xhehenemit të përjetshëm. E ka haruar atë pjesë. Është ghafil, i pavëmendshëm ndaj saj. A thua se ekziston fare në mendjen dhe zemrën e tij. Së dyti, kultura e hedonizmit, siç e quajnë, që e sheh jetën vetëm si kërkim të kënaqësive dhe përmbushjes së epshit. A thua sot qëllimi i jetës së njeriu është që ta shijojë jetën e tij në të gjitha aspektet. Mos i cungoj asgjë kënaqësive të vetes dhe të shpirtit të tij dhe të trupit të tij më saktë. Pra kjo është kultura e shprehur sot. Si të mos jetë ndryshe, ndërkohë që të gjitha drejtimet në këtë dynja në këtë të ftojnë. Emisione, filma, seriale, interneti me gjithë shka që ka në të gjitha të ftojnë pikërisht në këtë drejtim. Të kulturë hedoniste, pra qëllimi i jetës është të kënaqesh me të gjitha format. Kënaqësia e ushqimit, kënaqësia domethënë e modës, e veshjes, e makinave, e aventurave, çdo lloj kënaqësie që ekziston. Kjo është duhet përmbushësh epshin dhe dëshirin që ke brenda vetes. Ky është qëllimi i jetës. Së treti, frika nga përgjegjësia dhe varfëria, që e bën disa të thonë s'ka mundësi të martohen. Ndërsa po ti shikosh, shpenzojnë shumë fishin për kocësira. Nuk martohen pse kanë frikë, se është përgjegjësi e madhe, kur mban gruan mban fëmijët, subhanallahu. Atje ku ha një njeri mund të hanë dhe 2, mund të hanë dhe 3. Dhe kjo është shkak, ndërkohë që riskun e ka dorë Zoti subhanahu wa taala, po nga që shpirtrat janë bosh dhe nuk e merr guximin që të mendojë dhe të përpiqet ta arrijë këtë hajër. Pra frika nga varfëria e frikson shejtani mallkuar. Padyshim që kjo lloj frike trondit vetëm zemrën e kujt. Zemrën e atij që është i dobët në iman, ndoshta s'ka dhe iman fare, Zoti na ruaj. Kurse ai që ka iman në Zotin subhanahu wa taala, e di që risku është nga Allahu subhanahu wa taala, e di që me martesën shtohet risku. E sigurt.
Me martesën do shtohet risku se tashmë jeni dy njerëz që kanë riskun e tyre së bashku dhe menaxhojnë bukur. Nëse kanë logjikë dhe arsye të drejtë dhe udhëzim që ta menaxhojnë si duhet. Së katërti, ndikimi i botës që na rrethon, mediave, rrjeteve sociale, të cilat e banalizojnë gjunahun dhe paraqisin shturjen si jetë moderne. Nuk ka domun gjunahu nëse përballesh me të gjithmonë, edhe shikon që të gjithë veprojnë diçka të tillë, kthehet në diçka normale. Nuk duket si gjë e madhe, duket si gjë e thjeshtë për ta vepruar, por nuk e di se me atë ke zemëruar Allahun subhanuhu teala. Jeta mund të vazhdoj, por tashmë i shënuar mes atyre që e kanë zemëruar Zotin xhaleshanu. Dhe ta di se nuk ka për dalë mirë, nëse nuk mendohesh tek Allahu xhaleshanu. Shturja morale e shoqërisë, ku virtyti përqeshet, gjunafi përgëzohet, burrëria matet me guximin për të bërë gjunafe, jo me guximin për t'i lënë ato. Kjo është burrëria sot. Të bësh gjunafe, të vjedhësh, të mashtrosh, të marrësh nderin dhe pasurinë e tjetrit, të jesh i aftë, të rëmbesh. Kjo është burrëria dhe aftësia sot. Jo e kundërta. Pa të jesh burr, të qëndrosh brenda parimeve të tua dhe të kesh frikë Allahun subhanuhu teala. Ka ndryshuar peshorja. Si u zbukuron shejtani mallkuar të rrugë, shejtani nuk e fton njeriu më një herë në shturje. E uzon hap pas hapi, duke ia zbukuruar rrugën me premtime dhe mashtrime. Siç thot Allahu xhaleshanu, wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa saddahum 'an as-sabil. U zbukuroi shejtani mallkuar punët e tyre dhe u pengoi rrugën e drejtë. Wa saddahum 'an as-sabil. I pengoi nga rruga e drejtë Allahu xhaleshanu. Ndjekja e shejtanit do thot u pengova nga rruga e drejtë Allahut. Si jemi në rrugën e Allahut subhanuhu teala. Nëse po ndjek tashmë rrugën e tij, dije se ke hyrë në një nga ato humnera që të ka futur i mallkuari. Pra u zbukuroni mallkuari. Së pari, e paraqet haramin si çlirimi. I thot, pse të kufizohesh me një njerëz të vetëm, të martohesh, do të je i lirë, jeta është e jotja. Shijoj jetën dhe pastaj martohu prapë në fund. Siç bëjnë shumë të jetën e kalojnë harame, edhe arrin mosha 60 vjet, nëse arrin në atë moshë, 60-70 vjet dhe martohen në fund. Subhanallahu, ky është qëllimi i martesës. Martesa është që të ruash nderin dhe kur mos dalësh jashtë kufive që ka vendosur Allahu, burr apo femër qofsh. Asnjëherë mos dalësh nga kjo rrugë. Jo, martesa nuk është thjesht vetëm hajt ta bëjmë se e kanë për ta bërë të tjerët, siç e kanë bërë njerëzit. Pse të kufizohesh me njëri të vetëm? Duhet të jesh i lirë, jeta është e jota. Kështu e shtyn dhe ngatron lirinë me shturjen. E paraqet martesën si pengesë. I thot, mos u marto tani. Tashmë po humbet rinin, përgjegjësitë të lidhin këmbët. Subhanallahu. Të lidhin këmbët përgjegjësitë, po nderin si u ta ruash? S'ka problem. Si gjithë njerëzia, të gjithë e bëjnë. Pastaj pendohemi tek Allahu, rasti më i mirë themi mes tyre, pendohemi tek Allahu. A do të arrish pendimin o vllai, o motra ime? Në këtë mënyrë jam mbjellur rrethin ndaj halallit dhe ja hap derën haramit. Së treti, e mashtron me këto rrymat e sotme. Trupi yt është pronë jotja, nuk e pse ndjek rregulla fetare, ndiq dëshirat dhe ëndrat e tua, s'ka kufi për ëndrat e tua vetë se ti i vendos ëndrat e tua, askush s'ka të drejtë të të përcaktoj se kush janë qëllimet apo ëndrat e tua, dëshirat e tua, po ka të drejtë që ç'ke me të. Është krijuesi që të ka krijuar ty. Dhe ai e ka vendosur se ku janë kufit e tu. Nëse zotrote kërkon të harbosh jashtë kufive të Allahut xhaleshanu, vallahu, ti ke rënë tashmë në robërinë e epshit, nuk je i lirë. Dhe ta shikosh përfundimin e zullumit që po bën. Gjithashtu e bën indiferent ndaj gjunafit. Shejtani i mallkuar e bën indiferent ndaj gjunafeve. Ja zbeh ndjenjën e fajit. Duke i thënë të gjithë e bëjnë, nuk është gjë e madhe, dhe kur gjunafi bëhet zakon, pastaj o vëllezërit e mi, pendesa shuhet. Kjo është produkti i rrymave dhe asaj që ka gatuar shejtani i mallkuar me gjithë ata që e pasojnë. Rryman të dynja, të cilat vinë me emra që i njihni të gjithë, po nuk është se përmenden me emra, por se zbatimi i këtyre filozofive është sot në jetën e kësaj dynjaje i përhapur. Dhe të gjithë kanë rënë, janë zhytur brenda tyre. Materializmi modern e sheh njeriu si trup pa shpirt dhe redukton lumturinë thjesht në lajsin fizike. Ekzistencializmi dhe nihilizmi, emra filozofisë që i studiojmë, por se vallahi këto janë përhapur dhe a përpiqen me çdo formë t'u imponojnë njerëzve këtë lloj filozofie, se dinë shumë mirë që po largove nga besimi në Allahun, e lidhe me epshet njeriu, u shkatrua dhe mori fund puna. Do të jenë banor të xhehenemit me liderin e tyre, iblisin e mallkuar. I mësoj njeriu të rryma që jeta është qef, nuk ka qëllim. Bëj ç'të duar sa je gjallë.
askur s'ka të drejtë të përcaktoj kufit e tu. Feminizmi ekstrem, që paraqisin modestin si shtypje, pastërtin e veshjes, të sjelljes së femrës dhe përmbajtjen morale të saj, e paraqisin si prapambetje, si diçka që është sharake, si diçka që është për të qortuar. Si mund të ndodhë që ti je virgjër akoma, ndërkohë që ti ka arritur, domethënë ndoshta që në mosha të vogla. Edhe nëse ruan virgjërinë dhe ruan pastërtinë tënde që nga turp, ti që ke jashtë tufës dhe jashtë njerëzve, ti je njeri prapambetur, Allahu mstan. Po vallahi të gjitha që bëjnë të punë, mos u trishto vllai im dhe motra ime. Ata që bëjnë të punë vallahi, do ta shikojnë fundin e saj. Edhe në jetën e kësaj dynjaje. Do ta shikojnë, do ta shijojnë shijen e hidhur të asaj që po ndjekin. Mos u trishto. Alhamdulillah, ndiq rrugën ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhaleshanu është Zoti yt, Zoti i të gjithëve. Ne ndjekim rrugën e të parëve të mirë, njerëzve që ndërtuan jetën me hajër, me mirësi. Jetuan këtë dynja me ndershmëri dhe shijuan prej saj të gjitha mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, por brenda kritereve që deshte Zoti xhaleshanu. Dhe fituan ahiretin për jetësinë në xhenetet e Allahut xhaleshanu. Madje edhe lumturinë në jetën e kësaj dynjaje. Dhe të shikosh ta njerëz janë, domethënë prindër të mirë, baba dhe nën, model, të cilët kanë fëmijë të dashur. Do të jetë pastaj dhe gjysh dhe gjyshe të nderuar në familjet e tyre. Nuk do të jenë njerëz që jetojnë me qenë mace, njerëz që vdesin dhe ngordhin rrugëve, ose vrasin veten, që s'kan asnjë lloj qëllimi në jetën e tyre. Nuk janë të tillë, alhamdulillah. Kjo është ndallimi mes dy palëve. Elusallahu subhanahu wa taala na ndihmojë vëllezërit e mi. Rruga e shpëtimit dhe ilaçit është saktuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, nga Zoti xhaleshanu. Dije e saktë dhe e pastër. Mos e lër veten asnjëherë pa lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala, sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, libra të dobishëm që flasin për besimin, sidomos ato që flasin për xhenetin dhe xhehenemin, që janë reale. Dhe kurse si nuk duhet ta heqësh nga mendja që ato ekzistojnë tani vëllezërit e mi. Tani ekzistojnë dhe janë gati për banorët e tyre. Është pendesa sa herë bën gjunaf, durimi dhe kërkimi i halalit. Martesa edhe pse kërkon durim dhe sakrificë është nder dhe mburoj, ndërsa harami edhe pse është i lehtë në dukje, vallahi është poshtërim dhe i vështirë në jetën tënde. Kështu dallimi mes atyre që kërkojnë halalin dhe atyre që është për fillim, është si dallimi i atij që ngjitet në mal për të kërkuar dritën dhe atij që rrëshqet lehtas po shkon drejt humnerës. Elusallahu na ruaj vëllezërit e mi, elusallahu na forcoj në vijim të këtyre hutbeve vijojnë dhe kategoritë e tjera që përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilat do të vinë në hutbet në vijim. Elusallahu subhanahu wa taala të na ruaj nga çdo devijim. Elusallahu na jap qëllim në jetën tonë. Elusallahu të na jap dituri të vazhdueshme, njerëz të mirë që na kujtojnë dhe i kujtojnë për hajër. Të na jap familje të ndershme, të pastra, të mira, fëmijë pasardhës të mirë që të adhurojnë Allahun xhaleshanu. Së fundit çoni salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.